Kërë mu ka realizu dëshira. Unë jem konë për ata me fundos klanin pronto. Dhe njëkohësisht, ish partinë teme, që jem konë antar, Lidhjen Demokratike të Kosovës, m'janë ndalu turrin për me e shkatru dhe me i rreh njerëzit në përshesh, sikur që i rrehi Armend Zemaj. Këto kom dosh më janë ndalu, edhe unë vet i 60.000 janë ndalova këto marrina të Lidhjes Demokratike të Kosovës. Ti e kon antar i Lidhjes Demokratike? Po jem kon antar me letra, plus edhe kam marrë edhe mirënjohje për tyne. E sot? Sot nuk jam ma me ta, edhe kom qitë statuse kundër tyne, kundër përparim Ramës, i cili për 9 ditë rresht e ka bloku qytetin. Shkatrimin e grupit Pronta dhe klanin e Rognerit. Kush është plani i Rognerit? Klani i Rognerit, që ta që ka nejt në një hotel në qendër Tiranës edhe thëshin pe komandojmë luftën në Kosovë. Keni prit për këtyre zgjedhjeve që kanë kalu, edhe po pritet tash edhe më formu qeveria. Këto po. Pyetja më e lehtë. Po. Ju jeni? Unë jem Rabit Mani. Rabit. Çush tu kalu Rabit? Po i valloj me thonë mirë ju, po super. Se shka po, super, se kesh të tasha po të munga. Jo, marë super, qëfar, mire. Ngam. I kena kalu zgjedhjet me shumë sukses. Po. Me shumë lakmi janë të ndrejmarë krejt dynjaja. Qëfar ke prit për këtëve zgjedhje dhe që pret për këtëve zgjedhje? Kërë mu ka realizu dëshira. Unë jem konë për ata me fundos klanin pronto. Dhe njëkohësisht, ish partinë teme, që jem konë antar, Lidhjen Demokratike të Kosovës, m'janë ndalu turrin për me e shkatru dhe me i rreh njerëzit në përshesh, sikur që i rrehi Armend Zemaj. Këto kom dosh më janë ndalu, edhe unë vet i 60.000 janë ndalova këto marrina të Lidhjes Demokratike të Kosovës. Ti e kon antar i Lidhjes Demokratike? Po jem kon antar me letra, plus edhe kam marrë edhe mirënjohje për tyne. E sot? Sot nuk jam ma me ta, edhe kom qitë statuse kundër tyne, kundër përparim Ramës, i cili për 9 ditë rresht e ka bloku qytetin me trafikun urban, duke e plaçkit mizërisht buxhetin e komunës dhe për të cilin mendoj se shumë shpejt ka me pa burgun e Dyzit. Përparim Rama e fitoj apet Prishtinën? E fitoj se i nimun edhe partitë e tjera, klani Pronto, edhe kënë nuk ka fitu si Lidhja Demokratike, po me anën e ndihmës së klanit të Rognerit, ja dhanë ata një ndihmë dhe u hosh nga mundësia reale me ardh Hajrullah Qeku, një djalë i Zotit, një djalë i mirë, një familje e mirë, dhe trushpërlarët e Lidhjes Demokratike ja dhanë edhe një mundësi me qitë në fund pusit komunën e Prishtinës. Thave që Tahir Zema, ke qaj? Zemaj? Jo. Armend Zemaj e ka re, okej. Armend Zemaj e ka re një qytetar, edhe ka ndodhë që kjo që ju ka këthy bumerang Lidhjes Demokratike për Po një pishkoqeve, unë e mo që nuk e votoj Lidhjen Demokratike, është edhe kjo që një LDK-ist, i ashtu qujtur në thojza, del këtu, veç pse i tha një qytetar në kalim e sipër, i tha mos raj, se as një deputet që tu i Kuvendit Kosovës nuk e ka sedëm qaq të hull sa mi thonë mos raj, e mi shku mrapa, edhe plus edhe me ofendu, që nuk është zakoni shqiptarit, mi thonë po rran nona jote e po rran motra jote. Armend Zemaj nga kjo foltore këtu të them turpit të mluft, edhe Zotit të çmarru, se ty motit ka marru, veç do të tash më të çmarru. Kur una zët po vjen për na rej. Unë se kam gojnë, aj që i njën këto fjallë, se unë e kam biografinë e postër si Loti, jem kam veprimtar i Lidhjes Demokratike në kohën, kur janë hongër kokrat një ka një, këtu me dustat e minë, bregun e Dillit, dhe me vdekjen e Ibrahim Burgovës,
ka dardale, hap pas hapi, jënë shku të ja shkatru partin e cila e formoj shtetin. Çfarë ju kishe thonë qeverisë re, tash qeveria re për ty, se jo për neve. Çfarë i kishe thonë sot qeverisë Albin Kurtit? Shqo, në parim, une majtisat nuk i du. Unë jam me bindje politike djathtist. Mirë po tash djathtist për i thojnë vetit edhe këto partit e tjera që e kam plaskit njërën ma barbare bugjetin edhe shtetin e Kosovës, PDK-ja dhe që kjo OK-ja. Në parim, une jam djathtist. Mirë po këta largë janë djathtismit. Ma shumë do të kisha thonë që... djathin për hangshin? Ma shumë këta janë fashista se sa djathtista. Ngam, çfarë nuk kupton shkatrimin e grupit Pronta? Shkatrimin e grupit Pronta dhe klanin e Rognerit. Kush është plani i Rognerit? Klani i Rognerit, që ta që ka nejtë në një hotel në qendër Tiranës edhe thëshin pe komandojmë luftën në Kosovë. Djemt ma trima edhe ma azgona janë konë ushtarët e USHK-s. Mirë po, ata që u therën se janë konë komandanta tyne, ata ishin konë dhelpna, se jo komandanta. Dhe mund t'ju them se 50 ushtarë mas lufte kanë bo vetvrasje pikrisht për fajin e shtyne që janë bo multimilionera mrena natës. Dhe këta nuk mund të quhen komandanta për fundrinat e Kosovës. A je dëshpru që ka shumë prej luftës? Shqo për luftës nuk kem shliru, se une i përkuna... Dëshpru. Ndëgjëm, une i përkuna ati ushtari që ka nejtë në për istikame me javë të tana. Dhe kom do para luftës kashorën e Bukës për mi uqunë Drenicë, edhe gjetiju dhe i kom strehu njerëzit që kanë orë shumë Prishtinë, se jam banor dhe qytetari vjetër i Prishtinës. Mirë po, mas lufte këta e bënën bërlëg duke u pasuru marra menshëm dhe kush pa ju thonë puna mor ju qoftë. E cili është mesazhi jot? Mesazhi jem është për kryeministrin dhe për qeverinë që do të formohet së shpejti. Krejt atë pasurit paleqme, boni nuk ja u konfiskoj. Kjo fitore do tjetë asgjo heq e barabart me zero. Gjithë ata që janë bëhu multimilionera, që i thëshin edhe ti i ki 3 milion, Gjavit Haliti i thëj këtë dikujna, aty Adriatik Kelmendit, edhe ti se do më thonë këta qaqë, do më thonë e kanë lehtë me thonë 3 milion, se janë kur gjë për ta. Sa të thali pa qetë cigarë? Po, një pa qetë cigarë për ta, Gjavit Haliti shumë gjetë mishë se kesh 3 milion, krejt këtyne me pasurit tëndshme e të patëndshme, me të holla, me devizat e luftës, fundi dhe në linja thret, mizërisht i kam plaskit popullin dhe sot e kësaj dite hala ka mërgjimtar tonë të cilët paguajnë në për kamata ndryshme në për banka që kanë një atër mionimu ushtrisë lirimtarët të Kosovës, kurse këta e keqpërdërën, këta pisa, duke i qu ato të holla në për banka Qipros e në për banka tjera që ka se dim heq, krejt që tu e proces Albin Kurti, nëse nuk ja konfiskon sen s'ka ba me këtë fitore, prandaj e ljus qeverinë e Kosovës, pa mshirë, fakte kanë mjaft, qysh e morën, ku e morën, dhe t'i qetë në zero, si kur që jemi na banorët e rëndëm të Prishtinës dhe të krejtë Kosovës. Faleminderit që ishe pjesë e jona. Ndërqof. E ju të dashur me që rëni me neve, sepse gjanat e mira i sjellin veç na. Kosova Info ju informon për çdo gjë.